Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Çfarë gëzimi, të mblidhemi së bashku çdo mëngjes dhe të meditojmë mbi fjalën e Zotit. Ju kujtoj që vijojmë në meditimet tona të shumë ditëve tashmë zbërthimin dhe analizën duke kontekstualizuar në jetën tonë të përditshme kuptimin e shëmbulltyrave të Krishtit, të cilat nuk janë pak, por janë shumë. Sot do flasim për shëmbulltyrën e minave ose monedhave. Tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 19, Jezusi tregon këtë shëmbulltyrë. Në një moment ai thot: "Shërptor i mirë, me që ke qenë besnik në pak, do të kesh pushtet mbi 10 qytete." Kjo shëmbulltyrë ngjan asaj të talenteve, por ka një theks tjetër. Këtu të gjithë marrin të njëjtën shumë, 1 mina. Dallimi nuk është në atë që morën, por në atë që bën me të. Krishti na tregon se nuk jemi përgjegjës për sa kemi marrë, por për mënyrën si e kemi përdorur. Një figurë historike që e mishëron këtë parim është personazhi me emrin William Wilberforce, personaliteti i parlamentit britanik, i krishterë, i përkushtuar. Ai nuk ishte pushtet absolut, as ushtri, as pasurit pakufishme, por kishte 1 mina, që ishte në thelb zëri i tij, ndërgjegja dhe pozita në parlament. Për dekada të tëra ky person përdori influencën e vet, gjithçka që pati për të luftuar skllavërinë. Ai u tall nga të tjerët, u kundërshtua, u lodh, por nuk u dorëzua. Në fund, pak ditë përpara vdekjes së tij, ligji për shfuqizimin e skllavërisë u miratua. Kështu Wilberforce shkroi: "Perëndia më ka vënë përpara 2 qëllime të mëdha: shfuqizimin e tregtisë së skleverëve dhe reformimin moral të shoqërisë." Ai nuk e varrosi monedhën e tij, por e shumëfishoi atë për të mirën e të tjerëve. Siç thoshte edhe filozofi britanik Edmund Burke, ose siç njihet ndryshe si babai i konservatorizmit modern: "E keqja triumfon kur njerëzit e mirë nuk bëjnë asgjë." Më lejoni të ndaj me ju disa të vërteta që dua të qëndrojnë. E para, të gjithë marrim diçka nga Zoti. 1 monedhë, 1 mina, për secilin. Askush nuk është pa përgjegjësi. Askush nuk është pa dhuratë. Askush nuk është i përjashtuar nga thirrja hyjnore. E dyta, besnikëria në të vogla sjell besim në të mëdha. Perëndia nuk na jep me njëherë qytetet, por na jep fillimisht 1 monedhë për të provuar zemrën tonë. E treta, frika prodhon sterilitet shpirtëror. Shërptori që e fshehu dhuratën nuk ishte rebel, por i friksuar. Ai e pa zotërinë si kërcënim, jo si bekim. Perëndia nuk na jep dhurata që ne t'i ruajmë, por që nëpërmjet tyre ne të japim fryte. Shoqëria shpesh i ndan njerëzit në të fuqishëm edhe të parëndësishëm. Por Krishti thot, çdo njeri ka një ndikim sepse ka një dhuratë. Përgjegjësia morale fillon aty ku njeriu refuzon të jetë pasiv dhe indiferent. E pra, Wilberforce nuk ishte revolucionar me armë, por me besnikëri ndaj Zotit. Mbase Zoti sot na pyet: cila është dhurata jote, monedha jote? Koha, familja, fjala, profesioni, ndikimi apo shërbesa? A je duke përdorur apo je duke fshehur dhuratën që të kam dhënë? Nga frika e dështimit, nga frika e kritikës apo nga rehatia? Nëse të gjithë do ta përdorin dhuratën e tyre, si do dukej bota? Besnikëria sot mund të duket si të flasësh kur është më lehtë të heshtësh, të shërbesh kur nuk ka lavdërime, të qëndrosh në të vërtetën dhe për të vërtetën edhe kur kjo të kushton shumë. Ndaj miq, me këto të vërteta, le t'i lutemi Zotit së bashku. I dashur Zot, të falenderoj për dhuratën që më ke besuar. Mos më lër ta fsheh nga frika apo ta harxoj për gjëra të kota. Më bëj shërptor besnik. Në të vogla që t'jemi denj për besim më të madh nga ty. Le të jetë jeta ime fryti i hirit tënd dhe bekim për botën që më rrethon. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot o Zot në këtë meditim, familjet dhe fëmijët e tyre, mbroj dhe ruaj, udhëheqi dhe drejtoj ti o Zot në udhëtimin e tyre të besimit. E që çdo njeri që e di tashmë që nga ky moment që ka marrë një dhuratë nga ty, qoftë besnik për ta përdorur atë për lavdinë tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky ishte meditimi i kësaj dite. Qofshit bekuar dhe paçi inkurajimin e ditës për të vijuar
besim plot në këtë ditë. Zoti me ju, mezi pres ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme.